Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja, largoni kollën, pastroni mushkrit nga gëlbaza vetëm me këto dy përbërës. Përkujdesja për mushkrit është një hap i shkëlqyer për mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë video ne do të flasim për një hap të shkëlqyer që mundëson pastrimin dhe detoksifikimin e këtij organi kaq të rëndësishëm. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani çaji të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë që ju të pastroni organizmin tuaj nga të gjitha toksinat, por edhe të ruani shëndetin e sistemit tretës. Çaji jeshil gjithashtu kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe së bashku me mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe njëkohësisht me acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i borovicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre mundet që ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Në qoftë se po përpiqeni të pastroni mushkrit, atëherë shmangni pijet e gazduara dhe alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten dhe vitamina A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa kokra në ditë ulin rrezikun e shfaqjes të sëmundjeve të mushkrive. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkrive. Ushqimet e pasura me antioksidant. Spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant të cilët forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkrive dhe njëkohësisht të frymëmarrjes. Rigoni dhe nenexhiku. Përbërësit organik të rigonit e përmirësojnë frymëmarrjen dhe gjithashtu çlirojnë mushkrit nga bllokimi prej sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj si çdo çaj tjetër bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Nenexhiku qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhen bërë pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Mbrojtja e mushkrive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi, por edhe suplementët. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, është që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe njëkohësisht të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Uthullmolle dhe mjalt është pikërisht receta të cilën ne duam t'ju prezantojmë sot. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri si pasojë të ftorës ose gripit mundet që të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror gjithashtu shoqërohet edhe me një kollë akoma edhe më të fortë nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen që të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit apo sekrecionet, apo siç njihet ndryshe me termin gëlbaza. Një gjë e tillë mundet që të ndodhë edhe si pasojë e bronchitit, astmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund të vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është veçanërisht shumë efikas për pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur mundet që të konsumojë
një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shejga dhe gjithashtu xhenxhefili. Pastrimi i mushkrive nga sekrecionet. Juve do t'ju duhet gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pa filtruar dhe 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët të limonit dhe përgatitja. Zdjeni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sa po të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe njëkohësisht specin djegës. Përzdjeni së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniform të cilin duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha, rekomandohen që të përdorin të paktën 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe gjithashtu problemet me frymëmarrjen. Ju duhet që të shkoni tek mjeku në qoftë se sekrecionet të zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen, kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë. Stina e virozave shoqërohet me një sër simptomash problematike siç janë për shembull rrjedhja e hundëve, kolla të shtimat dhe gjithashtu sekrecionet e tepërta. Këto të fundit duhen larguar nga rrugët e frymëmarrjes me shpejtësi dhe në mënyrë efikase. Kjo recetë arrin të trajtojë me efikasitet të gjitha simptomat e virozave dhe gjithashtu të largojë edhe sekrecionet. Kura e sugjeruar ka 3 përbërës, mjaltin, limonin dhe xhenxhefilin. Të 3 këto përbërës e forcojnë sistemin imunitar, eliminojnë gjithashtu sekrecionet dhe e mbrojnë shëndetin. Receta e kurës ideale për imunitetin dhe kundër sekrecioneve. Përbërësit që do t'ju duhet janë një copë xhenxhefil 2 cm, 100 ml ujë, 100 gram mjalt dhe 4 lugë gjelle me lëng limoni. Përgatitja: zdjeni xhenxhefilin në një çajnik me ujë për plot rreth 10 minuta. Më pas hidheni në filxhan dhe lëreni të ftohet. Shtoni mjaltin dhe limonin dhe më pas lëreni përbërësit që të rrinë gjithë natën. Ne ju këshillojmë që në mëngjes ju të filloni konsumin dhe pjesën e mbetur futeni në frigorifer për ta konsumuar në vijim. Përdorimi i kurës. Ju duhet të pini të paktën 40 ml nga ky lëng çdo mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim. Përsëriteni kurën për plot 40 ditë, pas të cilave duhet të bëni 2 javë pushim dhe ta përsërisni procedurën për 40 ditë të tjera. Pas kësaj, imuniteti juaj do të jetë më i fortë dhe njëkohësisht edhe më i mirë. Nëse këtë kurë dëshironi ta përdorni për të larguar sekrecionet, ju mund ta shoqëroni atë me disa trajtime me avull. Lëngun e përgatitur mund ta zdjeni dhe të qëndroni sipër avullit për plot 5 minuta. Mjalti është tërësisht i fuqishëm kundër mykut, virozave, baktereve dhe inflamacionit, po ashtu edhe limoni fal vitaminës C që përmban është mjaft i rëndësishëm për një imunitet të fortë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.